Shkollimin fillor e bëri në Aleancën Izraelite në Izmir, mësoi dhe pak në gjimnazin Galatasaray të Stambollit, ku kryente studimet e larta më 1888 u përjashtuan nga fakulteti për motivin se lexonte vjersha dhe shkrime liridashëse për parimtare të Namik Qemalit. Më pas kaloi në fakultetin e mjekësisë dhe mezi u diplomua se ishte një shpirt rebel. Për shkak se kishte vizituar Ismail Qemal Vlorën në Stamboll, provoi dhe burgun e Sultan Abdyhamanit, doktor Riza Tevliku, që punonte si mjek në zyrën e doganës, që me të rinjtë e tij u mor me aktivitete letrare kulturore, thurte poema shekullore, shkruante artikuj letrare kritik, duke i botuar në revistat e asaj kohe. Regjimi tiranik i sultanit e detyroi Riza Tevlikun të bashkëpunojë me Xhon Turqit, që vepronin ilegalisht. Në 1908 u zgjoll deputeti i Endernes, mbante fjalime të zjarrta për demokracinë shumë partijake, por shpesh u prish me Partinë Bashkimi për Parim, që kishte zënë një rrugë hipokrite, dhe në 1911 mori pjesë në Partinë Liberale Përparimtare Demokratike, ku u bë pjesë dhe Ismail Qemal Vlora, dhe njëkohësisht dha mësime dhe në shkollën amerikane Robert College të Stambollit. Gjatë jetës ai bëri një gabim të madh kur nënshkroi si delegat i qeverisë Skullkull të Stambollit të Deman Ferit Pashës marrëveshje e Sbrevit, e cila përbënte vdekjen e shtetit Osman. Ndaj kësaj marrëveshje u protestua ashpër nga rinja turke dhe ai tha dorëheqjen dhe si profesor i universitetit dhe si ministër i arsimit. Tevfiku ishte shumë i zgjuar, por me nënshkrimin e Sevretit bëri një gabim që nuk falej, se ajo marrëveshje nuk shfaroste vetëm dinastinë osmane, por coptonte dhe tokat anëtare të turqëve të pafajshëm. Doktor Tevfiku, sado që nuk pati lidhje efektive me autonomistët shqiptar, ai gjithmonë u interesua për kulturën shqiptare për krau pavarësinë e Shqipërisë. Botoi shkrime dhe studime turqisht në shtypin shqiptar, si tek shqiptari që botoi prej patrioti Dervish Tima në Stamboll.